Në ambientet e Bashkisë Lushnjë, e njohur si një nga bashkitë model në vend, u zhvillua takimi monitorues me ekipin e projektit Bashki të Forta, një program i mbështetur nga qeveria e Zvicrës. Në takim morën pjesë kryetarja e bashkisë zonja Ariselda Sefa, ekipi teknik i bashkisë, si dhe përfaqësuesit e projektit BTF. Diskutimet u fokusuan në çështje kyçe si menaxhimi i mbetjeve urbane, funksionimi i Këshillit Bashkiak dhe rritja e transparencës në proceset vendimarrëse. Po ashtu trajtuan tema që lidhen me cilësinë e shërbimeve publike, siç janë ato të kopshteve dhe arsimit parashkollor, si dhe performanca institucionale dhe përmirësimi i vazhdueshëm në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Takimi shërbeu për të vlerësuar progresin e deritanishëm, për të identifikuar sfidat ekzistuese dhe për të përcaktuar hapat e mëtejshëm drejt përmirësimit të qeverisjes vendore. Bashkia Lushnjë mbetet e përkushtuar për të vijuar bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në funksion të një administrimi sa më efikas, transparent dhe në shërbim të qytetarit.